të caktuar etnokulturor, por edhe historik, duhet të dëgjohet. Sepse unë nuk mund të pranoj që zëri i banorëve të Cakranit të shuhet dhe të merret me qenë fakti që qeveria qendrore ka vendosur që Cakranit të shkojnë në Levan, apo Anasjeltas që të shkërmoqet dhe të gjymtohet, fjala vjen Mallakastra. Pra janë vendime të cilat duhet i marrin vetë banorët e zonave të caktuar dhe nuk duhet të jenë vendime të cilat merren në Tiranë dhe u imponohen banorëve, sepse kjo për fat të keq ndodhi në vitin 2014, por nuk duhet të përsëritet më, sepse pasojat dramatike të kësaj reforme sot i ndjen jo vetëm Qaku i Fierit, por edhe ndjen e gjithë Shqipëria dhe pasoja më e prekshme është popullimi dramatik i këtyre zonave që ka ndodhur edhe për shkak sepse shërbimet publike janë larguar nga qytetarët dhe jo vetëm janë larguar, por dhe kanë rritur kostot, pra duhet që dikush të bëjë kilometra të tërë për të marrë, fjala vjen, qoftë edhe një leje drejtimi apo për të marrë qoftë edhe një shërbim më minimal publik dhe pa ne jemi për të dëgjuar zërin e komuniteteve. U përpoqa me shumë vëmendje, jo më kohë të evidentova faktin që të shihja reagimin e ekspertëve ndaj propozimeve. Ju mund ta konstatoni, besoj që kjo mbledhje është transmetuar live dhe do të konstatoni dhe ju atë çfarë unë po them, që asnjë nga ekspertët, sepse janë ekspertë ata që në finale do të përgatisin një projekt, nuk ishte vullnetin të mbante shënim për asgjë. Pra, pak a shumë kjo tregon dhe njerë vullnetin e mazhorancës për të mos dëgjuar zërin qytetar dhe për të mos dëgjuar propozimet shumë të drejta konkrete që vinë nga opozita, e cila jam i bindur do ta kristalizoj edhe më tej qëndrimin e saj në raport me reformën territoriale, por e theksoj udhërrëfyes do jetë pikërisht neni 5 i Kartës Europiane për vetë qeverisjen vendore, të jenë qytetarët ata të cilët duhet të vendosin për mënyrën se si administrojnë njësitë e tyre. Ne jemi kundër faktit për të shkrirë, për të ndërthurur etnitete apo kultura me njëra tjetrën, pra unë nuk mund të pranoj që Cakrani të shkrihet me Levanin, apo që të gjymtohet Mallakastra, apo që të zhbëhen vlerat e Bylesit. Pra janë praktika të cilat nuk kanë pasur asnjë synim tjetër, vetëm popullimin si këtyre trevave kaq patriotike dhe mbi të gjitha vijimin e një agende kaq antikombëtare, sa kjo e zhbërjes dhe e braktisjes së këtyre zonave me një pasuri të jashtëzakonshme kulturore, e theksoj dhe historike pa diskutim. Faleminderit.